asteroidi, njim në shpesh, meteori, kometa, shkajnë qëto sene, kur si më konë qilë, se s'të kisha vetë. Këto janë trupat vegjël qiellor. Ne e dim që është dielli, janë planetet, mirë po kur është formu sistemi jon diellor, nuk është formu veç rastësisht. Planetet nuk kanë ekzistuar gjithmonë as dielli, janë formu nga një nebulë planetare që ka ardhur nga një yll që ka shpërthyr para se me ekzistu dielli, që është një event që ne e njohim si supernova, një shpërthim i madh. Aty ka qenë domethënë gazi, pluri, edhe në bazë domethënë të gravitetit e gjitha këto janë bë bashkë dhe është formu dielli pikëspari, e pastaj kanë filluar me formu edhe planetet. Planetet janë bë të mëdha, mirë po çka ka mbet materiali që s'ka mujt me arrit madhsinë e u bë planet, janë formu këto asteroidet, kometat, e pastaj edhe meteorët që janë copëzat asteroidëve që pastaj edhe shpesh herdin me undesh me planetet e tjera edhe në tokë, këto mundemi me i gjetë. Çka është interesant për asteroidet është që planetet janë rrit në madhësi shumë të mëdha, pastaj kanë hasë edhe në procese për shembull gjeologjike, të erozionit, vulkanizëm, kanë arrit me kriju nxehtësi të mëdha për shkak të madhësisë që i kanë, edhe kanë ndryshuar pra. Mirë po asteroidet nuk e kanë arrit madhësinë shumë të madhe, edhe nuk kanë ndryshuar. Pastaj kanë mbetë si materiali më primitiv në sistemin tonë diellor, më i vjetër, janë sikur kapsulat kohës. Nëse marrim një asteroid edhe studiojmë, është si me shku mbrapa në kohë dhe me studiu sistemin tonë diellor, qysh ka qenë atë kohë. Edhe për çfarë arsye dhe unë i studioj përbërjen kimike të asteroidëve me kuptu që qysh ka qenë sistemi jon diellor para 4.5 miliard vitesh. Masën nuk e di sa ka, po t'rregoj drejt, edhe nuk e di a munden me matë, për arsye se dush me pas edhe një trup tjetër qiellor afër. A rrotullohet ndonjë trupi tjetër, është kështu? Rrotullohet rreth diellit. Po, është mes Marsit edhe Jupiterit në brezin e asteroidëve, prandaj rreth diellit udhton, është më larg diellit se sa toka, kështu që viti është më i gjatë në asteroidin pranvera. Mirë po më ka interesu, nuk e di dikon 600 ditë, ma tepër, jo ma tepër. Qashtu dish, ose është më larg se sa Marsi, mes Marsit edhe Jupiterit. Mirë po, rotacioni më ka interesu me ditë sa shpejt po sillet rreth vetës, edhe çfarë forme ka, edhe kanë gjetë diku rreth 18 orë e ka shpejtësinë e rotacionit, edhe kjo është bën nëpërmjet vërejtimeve disa astronomëve që unë veç për kuriozitet i kam thënë a mundeni me matë se më ka interesu, jam mundu po ashtu me marr spektrin e këtij asteroidi për me pa kompozicionin se nga çka përbëhet. Mirë po, për shkak se shumë i vogël, spektrin që e kam bë prej një teleskopin SHBA, që është teleskopi 3 metra, ka dalë kështu, nuk mundesh me lexu se nuk është, domethënë sinjali shumë i mirë që me mujt me pa, se është shumë i vogël, mirë po unë këtove që kam bë për kuriozitet me pa se qysh është dhe çka duket. Okej, familja krenare, shoqënia krenare me ty, edhe ti me ata. A ti spjegojmë dhe sene edhe pak ma për tokë për shemëll, tash në gjuhë mushim edhe ma për tokë. Asteroidi, njim në shpesh, meteori, kometa, shkajnë qëto sene, kur si më konë qilë, se s'të kisha vetë. Këto janë trupat vegjël qiellor. Ne e dim që është dielli, janë planetet, mirë po kur është formu sistemi jon diellor, nuk është formu veç rastësisht. Planetet nuk kanë ekzistuar gjithmonë as dielli, janë formu nga një nebulë planetare që ka ardhur nga një yll që ka shpërthyr para se me ekzistu dielli, që është një event që ne e njohim si supernova, një shpërthim i madh. Aty ka qenë domethënë gazi, pluri, edhe në bazë domethënë të gravitetit e gjitha këto janë bë bashkë dhe është formu dielli pikëspari, e pastaj kanë filluar me formu edhe planetet. Planetet janë bë të mëdha, mirë po çka ka mbet materiali që s'ka mujt me arrit madhsinë e u bë planet, janë formu këto asteroidet, kometat, e pastaj edhe meteorët që janë copëzat asteroidëve që pastaj edhe shpesh herdin me undesh me planetet e tjera edhe në tokë, këto mundemi me i gjetë. Çka është interesant për asteroidet është që planetet janë rrit në madhësi shumë të mëdha, pastaj kanë hasë edhe në procese për shembull gjeologjike, të erozionit, vulkanizëm, kanë arrit me kriju nxehtësi të mëdha për shkak të madhësisë që i kanë, edhe kanë ndryshuar pra. Mirë po asteroidet nuk e kanë arrit madhësinë shumë të madhe, edhe nuk kanë ndryshuar.
pastaj ka mbetë si materiali më primitiv në sistemin tonë diellor, më i vjetër, janë sikur kapsulat kohës. Nëse marrim një asteroid edhe studiojmë, është si me shku mbrapa në kohë dhe me studiu sistemin tonë diellor, qysh ka qenë atë kohë. Edhe për çfarë arsye dhe unë studioj përbërjen kimike të asteroidëve me kuptu që qysh ka qenë sistemi jonë diellor para 4.5 miliard vitesh.